Halis Narazani do të jetë kryetari i ri i Partisë Demokratike Dega Elbasan pasi ka siguruar shumicën e votave në përfundim të procesit të numërimit, pas mbylljes së votimit dhe përfundimit të numërimit nga komisioni. Narazani rezulton fitues me 472 vota, duke lënë pas kandidatët e tjerë në garë. Sipas rezultateve, në vend të dytë renditës Stokol Shkëlzeni me 319 vota, i ndjekur nga Durim Çekrezi me 249 vota. Ndërkohë, Elior Vile ka marrë 88 vota dhe Lumturi Hasa 67 vota. Pas shpalljes së rezultatit, Narazani ftoi kandidatët me të cilët garoi, por dhe antarët të bën pjesë e proceseve vijuese për riorganizimin e Partisë Demokratike në Elbasan. Shumë i lumtur dhe si fillim do doja të falenderoja pafund antarësinë e Degës Partisë Demokratike që mori pjesë në këtë proces, një proces që në këndvështrimin tim ishte nga më të mirë zhvilluar ndonjëherë në Degën tonë. Kjo si pasojë e frymës së mirë të bashkëpunimit që ishte midis kandidatëve, midis kolegësh, të cilët unë i përshëndes dhe i falenderoj shumë për garën korrekte që zhvilluan që nga nisja e procesit dhe deri sot. Patjetër që falenderim shumë të madh kam për atë pjesë të antarësisë që më besoi me votë drejtimin e Degës për 4 vitet që vijnë. Mundi dhe sakrifica ime disa vjeçare, vizioni im për të ardhmen, u pranua dhe u shpërblye sot me votë nga ana e tyre dhe unë jam thellësisht mirënjohës. Nga nesër ftoj çdo demokrat, çdo antar të partisë, të bëjmë të gjithë bashkë, ftoj sidomos kolegët në garë të bëjmë pjesë e proceseve vijuese, të riorganizojmë Degën për ta bërë Partinë Demokratike më të hapur, më të fortë dhe mbi të gjitha fituese. Në këtë proces morën pjesë 1200 antarë me të drejtë vote përkundër 2400 regjistruar. Ky proces u shoqërua edhe me replika. Këshilltarja Doris Madhe njoftoi përjashtimin e saj me pa të drejtë nga antarësia e Partisë Demokratike, duke pretenduar se ka udhëhequr shumë betejë. Ndërkohë në reagimin e bërë publik në faqen e saj zyrtare, PD Dega Elbasan thekson se përjashtimi i zonjës Madhi ka ardhur pasi nuk ka qenë përfshirë në fushatën e zgjedhjeve të 25 prillit në krah të Partisë Demokratike, por s'është angazhuar maksimalisht në krah të subjektit politik